Kërkoni, trokisni, pyesni, se do t'ju hapet, do t'ju jepet përgjigje. Lutja, këmbgulja dhe hiri i Antit. Një titull tjetër do t'ishte kërkoni dhe do t'gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Tek Luka kapitulli 11, vargjet 5 deri në 13. Vargu, ky është ai pasazhi ynë që neve do të ndalemi sot, ku do të mësojmë diçka shumë të rëndësishme që Jezusi e themeloi dhe bëri atë që shumë njerëz e thrasin për lutja e Zotit. Tek vargjet 1 deri në 4 neve mësojmë që Jezusi i mësoi apostujt e vet si të luten. Le të shkojmë së bashku tek Luka 11. Lexojmë vargjet 1 deri në 13. Dhe ndodhi që ndërsa po lutej në një vend, si mbaroi, një nga dishepujt e tij tha: Zot, na mëso të lutem, ashtu si mësoi dhe Gjoni dishepujt e vet. Dhe ju tha: Kur të luteni thoni: Ati ynë që je në qej, u shënderoft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell dhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bjem në tundim, por na shpëto nga i ligi. Dhe u tha atyre: Cili prej jush që ka një mik dhe shkon në mesnatë e i thot: Mik, më jep kua 3 bukë, sepse më erdhi nga udha një mik im dhe unë s'kam çfarë t'i vë përpara. Dhe ai nga brenda duke u përgjigjur thot: Mos më mundo, dera është tashmë mbyllur, të fëmijët e mi janë në shtrat me mua. Nuk mund të çohem edhe të jap. Po unë po ju them se edhe nëse nuk çohet t'ia jap sepse e ka mik, do të çohet gjithsesi për shkak të paturpësisë së tij dhe do t'i jap sa i nevojitet. Dhe unë po ju them, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp merr, kushdo që kërkon gjen dhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është babai i tillë që po t'i lyp bukë djalit i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk, në vend të peshkut i jap një gjarp, ose po t'i lyp një vezë i jep një akrep. Nëse ju pra, që jeni të ligj, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati në qiell do t'ju jap frymën e shenjtë atyre që ja lypin. Po të kuptojmë ose po ta mendojmë thellë, do t'ishte fjalia që kishte më shumë kuptim. Po ta mendojmë thellë, lutja është zemra e jetës shpirtërore të çdo besimtar. Ajo nuk është thjesht një ritual që hajde ta plotësojmë këtë gjë, hajde ta bëjmë këtë gjë dhe të mbarojmë punë, apo një formulë fjalësh, por është dialogu, biseda e drejt për drejt i shpirtit njerëzor me Zotin e gjithësisë. Teksti pra Lukës 11:5 dhe 13 gjejmë Jezusin që na ofron një mësim të thellë dhe praktik mbi natyrën e lutjes, duke përdorur 2 shembuj të fuqishëm. E para është shëmbëltyra e mikut të mbgulës, ose siç e vut dhe ju re tek teksti që lexuam së bashku, miku i paturpt, sepse të trokasësh në mes të natës, ose do kesh një hall shumë të rëndësishëm, domethënë zakonisht kur të merr dikush në mes natë, ka një problem shëndetësor. Çështja e jeta vdekje. Po jo se s'kam bukë pres miq. Dhe analogjinë e Atit të dashur pra. Ky pasazh vazhdon me një mësim të drejtë për drejtë ku theksohet lutja, se Zoti na mëson këtë gjë, siç e lexuam në fakt që tek vargjet 1 deri në 4, Jezusi i mësoi dishepujt e vet si të luten dhe i mësoi që të luteshin shumë thjesht. Tek vargu 9 shtrohen 3 pyetje.
si duhet të lutemi, sa shpesh duhet të lutemi, me çfarë qëndrimi të zemrës duhet të lutemi. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, pyetje e fundit dhe e treta, dhe a i dëgjon ose a e dëgjon Perëndia lutjen time. A i dëgjon Perëndia lutjet tonë. Apostulli Paul tek Filipianët kapitulli 4 vargu 7 na mëson: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë nëpërmjet lutjes dhe përgjërimeve me falenderime, t'i bëhen të ditura kërkesat tuaja Perëndisë. Në qoftë se lutemi dhe kemi këmbgulje, atëherë ne jemi duke i kërkuar Perëndisë ose duke vazhduar që t'i kërkojmë Perëndisë kërkesat tonë. Pali na e mësoi këtë gjë. Po ta shikosh pak me vëmendje, shikojmë që këto kanë një eko me njëra tjetrën, ka një lidhje të përbashkët. Edhe se normalisht kemi Palin që është apostulli i Jezusit, edhe ai do të mësoj, sigurisht që do të mësoj lutjen e Jezusit. Por gjithashtu është diçka e rëndësishme që neve do ta mësojmë edhe më vonë, që e shikojmë këmbguljen e lutjes edhe tek Testamenti i Vjetër. Pra ka një ju kujtohet ajo lutja e Abrahamit në momentin që do të shkatronte Sodomën, dhe Perëndia që tha unë do ta shkatroj Sodomën, edhe ai Abrahami që këmbgulte, po mirë, po sikur t'ja 10 veta atje do ta shkatrosh ti, tha, edhe e bën disa herë këtë gjë. Para ca ditësh dëgjova një histori të interesante. Në Iran ishte një çift i ri. Kishin lindur vajzën, edhe pas sa kohësh ata zbuluan që ajo kishte probleme me zemrën. Por sigurisht që në Iran ata janë me besimit musliman. Rastësisht takojnë një person që e njihnin, po që përshëndeteshin rrallë. Dhe thot, hajde një herë të dielën takohemi për adhurim. Por në Iran kur takoheshin për adhurim, sigurisht që ishte nëpër bodrume, nëpër vende të fsheta. Edhe shkojnë atje. Fatkeqësisht doktorët nuk i kishin dhënë. Shkojnë edhe atje në adhurim. Drejtuesi i kishës në atë mbasi mbaroi ajo koha e adhurimit, shkon edhe bashkë me këtë çiftin, bashkë me këtë familjen e re, bashkohen së bashku, vendos durët tek vajza dhe lut. Me një lloj mënyre, fryma e Perëndisë tregoi atij zotërisë, predikuesit, pra që diçka ndodhi me vajzën. Edhe ti që nuk po i rrije, tha, shiko, tha, do të shkosh dhe një herë, tha, ta vizitosh vajzën. O mirë, tha, shkojnë se diçka ndodhi me vajzën tënde. Shkojnë edhe për ta vizituar, edhe normalisht që me atë kontrollin për zemrën që i duheshin këto skanere, e kontrollojnë, e vizitojnë, edhe doktori që e dinte shumë mirë si rast, edhe sigurisht që ishte prekur, pa që çdo gjë ishte në rregull. Çdo gjë ishte në rregull dhe thotë, po çfarë ndodhi sot me vajzën tënde, thotë. O bën neve gabim? O diçka e mbi natyrshme, diagnozën pra, o e bën neve gabim, o diçka e mbi natyrshme ka ndodhur. Se sigurisht që ata ishin konsultuar me njëri tjetrin, se japësh të lloj lajmi. Ndodhi, tha, ai jati vajzës, ndodhi, tha, që Jezusi ndodhi me këtë vajzë, asnjë gjë tjetër, tha, nuk di sa si ta shpjegoj. Ajo vajzë ndodhet sot në Amerikë, është gati 21 vjeçë dhe vazhdon që t'i shërbejë Zotit. Ndesha t'ju tregoj me këtë që lutja ka fuqi. Ndodh
Ne duhet këmbgulim, duhet vazhdojmë që të lutemi Perëndis. Ne duhet të qëndrojmë në lutje, ne duhet të tregojmë që lutjet tona të jenë me gjithë që nuk ndalemi, por vazhdojmë të i kërkojmë Perëndis. Perëndia do na tregoj që ai i dëgjon lutjet tona. Prandaj dhe Jezusi solli 2 raste me mikun këmbgulës dhe analogjinë e babait. Kemi fjalën anaidia, ta shqiptëzojmë se po është në greqisht që përdoret për këtë fjalën paturpsi, dhe përkthehet guxim ose këmbguli, jo guxim, po paturpsi dhe këmbguli. Pra, në raste për shembull që neve do kemi turp të themi, do kemi turp që të kërkojmë, do kemi turp që të insistojmë dhe të këmbgulim, por që ky zotëria, ky miku vazhdoi dhe e kërkoi. Një rast, shkoi ule me dikë për të ngrënë, edhe porosisim çfarë donin ta hanim, dhe kërkesa e tij që zakonisht shumë njerëz nuk e bajnë, edhe i kokërqep. Edhe kur i sonë që kokërqep, i sonë i kokërqep të vogël, tha. Po mirë, tha, po këtë guaj tjetër, tha, u tesh ai kokërqep të madhe. Pra, në të përditshmërinë tonë, neve do kishin turp të kërkonin në restorante kështu gjërash. Kemi momenti që kërkohet buka, është momenti që është mesnat, që zakonisht nuk ndodh të kërkosh të tilla gjëra, vetëm po që se je në shtëpinë tënde. Thonë, me të thënë kemi, që nga mosha 14 deri në 25 vjeç është proces rritje. Edhe ushqim ha shumë herë. Ndodh që mund të marrë uria dhe mes natë, edhe nga ora 1, nga ora 2, për shembull, ngrihesh dhe ha. Këtë mund ta bësh shumë mirë në shtëpinë tënde, por nëse je mik, sigurohu që të hash përpara se të flesh gjuhë. Kemi për shembull tyren e mikut këmbgulës, është një nga mësimet karakteristike të Jezusit mbi lutje. Jezusi fillon pyetjen retorike, cili prej jush, ose në përkthimin këtu, a ka ndonjëri prej jush, ndonjë mik? Supozon një situatë të njohur për dëgjuesit e tij. Miku i mesnatës nuk kërkon diçka luksoze, ai kërkon vetëm 3 bukë. Ushqim bazë për të pritur mikun e tij. Pra ky detaj tregon se lutja shpesh rrjedh nga nevojat reale dhe të menjëhershme të jetës sonë. Lutjet janë, zakonisht kur bëjmë lutje janë emergjente, janë urgjencë. Sepse të jemi në një kohë me diell, të jemi në një lëndim që ngrohemi dhe thekemi në diell, edhe nuk është se do na vinë në mendje ndonjë lutje, o Perëndi të kem këtë, ose të lutem më ndihmo me këtë gjë. Po thjesht ata që janë mirënjohës edhe mendoj që të gjithë ne jemi mirënjohës dhe them, o Zot, faleminderit për këtë kohë, për këtë moment kaq paqësor. Pra, ndodh në momente emergjente. Vini re, elementi kyç i kësaj shëmbëltyre është fjala greke, aneidea, e përkthyer si paturpsi ose këmbgulje. Ky term nuk nënkupton arrogancë, por guxim të vendosur dhe këmbgulje të palëkundur. Ai zotëria që shkon në restorant donte qek. Kurse unë kërkoj hudhër. Afli që thon gratë. Miku nuk heq dorë. Ai troket dhe troket derisa merr çfarë i duhet. Ky model i lutjes është i lidhur ngushtë me thirrjen që bën edhe Isaia. Kërkoni Zotin, ndërkohë që mund të gjendet. Thirreni, ndërkohë që është afër. Isaia kapitulli 55 vargu 6.
shumë teologës e shumë studiues të Biblës ka të vërë në re se Jezusi nuk e paraqet Perëndin te kjo shëmbulltyra, te ky pasazh, si mikun e gjumë, si një perëndi për gjumë, si perëndi që shtunë diele ka pushim, por është një perëndi që është gjithkohës zgjuar, është gjithkohës gati për të dëgjuar. Dhe ose që një, siç është ky zotëria këtu, një mik që nuk çohet nga krevati. Neve përtojnë kur kemi fikur dritën, ose kurse kemi fikur dritën dhe jemi shtrirë, mos nuk e fika. Që nuk dëshiron pra të çohet. Krahasimi, po të merrem re, krahasimi funksionon nga e vogla te e madhe. Nga gjëja e ligë te e shenjta. Dhe vini re vargu 13 është pikërisht ky gjë. Edhe i ligu, thot që është i lig, thot Jezusi, birit vet, nuk do t'i japi gjë të keqe, po do t'i japi gjë të mirë. Po Perëndia juaj, që është një Perëndi i shenjtë. Pra, Psalmi 101 vargjet 3 dhe 4 thot, ai nuk do të lejoj të lëkundet kambajote. Ai që të ruan nuk fle. Ai që ruan Izraelin nuk do të trembit e as të flej. Pra shëmbëltyra nuk na mëson se Perëndia është i pavëmendshëm, por e kundërta. Nëse edhe njerëzit e lodhur i përgjigjen këmbguljes, Perëndia gjithmonë dëgjon. Pra kemi një thirrje të trethisht tek ky pasazh, që Jezusi thot vargjet 9 dhe 10. Prandaj thot, po ju them, lypni dhe do t'ju jep, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet, sepse kushdo që lyp, merr, kushdo që kërkon, gjen, dhe do t'i hapet atij që troket. Jeni vënë re që në familjet tona kur ndonjëherë ju vjen për shkak tani, po s'kemi ç'i bëjmë. Burrat presin që t'ju jepet ushqimi, po nuk bëre ndonjë gjë për të ngrënë ti? Po ti nuk the, po ti nuk kërkove. Edhe Perëndia thot, po ti s'kërkove. Po ti nuk trokite. Perëndia thot, jeni këmbgulës. Pas shëmbulltyrës, Jezusi kalon në fjalë të drejtë për drejtë nga goja e birit të Perëndisë, ai përdor 3 folje, secila është shoqëruar me premtimin e saj. Kërkoni, do të gjeni, trokitni, do t'ju hapet, pyetni, do t'ju jepet. Ky model i trethisht nuk është të rëndom, ai pasqyron thellësinë dhe plotësinë e marrëdhënies së Perëndisë. Analogjia e babait, kur neve lexojmë vargjet 11 dhe 13. Po cili prej jush është ati që nëse i birit do të kërkoj buk, do t'i jap gur, ose nëse do të kërkoj pesh, do t'i jap gjarpër, ose nëse do t'i kërkoj vezë, do t'i jap akrep. Në qoftë se ju pra, duke qenë të ligj, Jezusi i bëri të gjithë ligj, dini t'u jepni fëmijëve tuaj dhurata të mira, sa më shumë ati qellor do t'ju jap shpirtin e shenjtë atyre që ja kërkojnë. Përpara Perëndisë, në fakt neve të gjithë jemi mëkatar. Por Perëndia na thot, dhe Jezusi në këtë rast mëson që nëse ju kërkoni me gjithë zemër dhe i luteni Perëndisë, Perëndia do t'ju jap. Neve sot kemi mësuar dhe e dim dhe kemi pranuar që Jezusi është shpëtimtari ynë dhe ai ka bërë këtë të mundur duke na dhënë mundësinë që të quhemi bijë të Perëndisë. Edhe brenda dhe vargu 13 është shumë i rëndësishëm për ne. Është i rëndësishëm sepse ai thot, kush nga ju është një atë dhe i jep fëmijës vet gjë të kundërt. I kërkon bukë, i jep gur, i kërkon peshk, i jep gjarpër, i kërkon vezë dhe i jep diçka tjetër. Por ajo e sjell atë analogjinë e tij tek momenti kyç. Ati, Perëndia pra, njeriu, biri. Jezusi ja mësoi disepujve të vet, por disepujt e tij e mësuan dhe e kuptuan këtë gjë vetëm tek veprat e apostujve që ne e kemi. Vetëm pra
mbasi kishte ndodhur kryqëzimi, mbasi kishte ndodhur dhe edhe ringjallja. Kërkoni, fjala ite do të gjeni, pra është një imperativ i vazhdueshëm. Këmbgulës, nuk ndalo. Trokitni, është fjala greke krouete, do t'ju hapet. Vazhdoni së trokitni. Një qëndrim dhe pyesni, dhe ite do t'ju jepet. Një qëndrim i jetës. Në qoftë se pra ne kërkoj, në qoftë se neve trokasim, në qoftë se ne pyesim, do të na jep. Pra kërkoni do të gjeni. Trokitni do t'ju hapet dhe pyesni që të mësojmë diçka të re. E para Thessalonikasve kapitulli 5 vargu 17 na mëson gjithashtu lutuni pa pushim. Jakobi kapitulli 5 vargu 16 thot gjithashtu lutja që bëhet me gjithë zemër e të drejtit, pra ai që është i drejtë e bën lutjen me gjithë zemër ka shumë fuqi. Çfarë do të thotë kjo për ne? Besoj që gjithë e dimë dhe nuk ka nevojë për ndonjë shpjegim tjetër të veçantë, por ajo çfarë është e rëndësishme është që ne duhet të jemi këmbgulës me lutjen tonë. Ne duhet të jemi të qartë me lutjen tonë. Ne duhet të jemi të drejtë përpara Perëndisë. E kush ta bën të drejtë përveç se gjakut të Krishtit? Edhe një herë, në qoftë se ju pra, duke qenë të ligj, dini t'u jepni fëmijëve tuaj dhurata të mira, sa më shumë Ati qellor do t'ju jap shpirtin e shenjtë. Perëndia nuk ta le vetëm me faljen e mëkatit, por na jep dhuratën e frymës së shenjtë. Po këto gjëra janë shumë të rëndësishme edhe shumë të domosdoshme për jetën tonë. Ndaj dhe Pali thot te Korintasit thot ju jeni tempull i frymës së shenjtë. Pra kujdesuni për trupin tuaj. Tek Efesianët thot ju jeni banesa e frymës së shenjtë. Zëmërohuni thot, edhe mos lejoni diellin tuaj të perëndojë. Edhe vazhdon edhe thot më poshtë, në vazhdim tek kapitulli 4, dhe mos lejoni diellin të perëndojë, mos e lëndoni frymën. Analogjia këtu na tregon që sjell dy shembuj, pra, buk, gur, peshk, gjarkë, vezë, akrep. Kush ndonjë atë, ndonjë baba ose ndonjë nën ose ndonjë që e don, do t'i japi gur. Do t'i japi gjarkë, do t'i japi akrepi, gjën e keqe. Pra gjithmonë do të sigurohet që do t'i japi gjën e mirë. Neve sot sigurohemi që jo vetëm që t'i japim ushqim fëmijës, por sigurohemi që ka vlera ushqyese. Nuk është e duam gjërat bio, pra t'jenë sa më organike t'jetë e mund, pra pa ndonjë kimikal. Qofshin lëngjet, qofshin uji, qofshin ushqimet, perimet e gjitha këto. Pra ne jemi sa më të kujdesshëm. Dhe vim që është si qershia mbi tort, Perëndia jo vetëm që na jep faljen, por na jep dhe dhuratën supreme, dhuratën përfundimtare, frymën e shenjtë. Disa krahasime që neve i gjejmë, kemi Abrahamin tek Zanafilla 18 vargjet 23 deri në 33 që Perëndia i tregon që do të shkatërrojë Sodomën dhe Gomorën. Abrahami lutet me këmbgulje për Sodomën dhe i vazhdon dhe në fund fare, unë besoj që ky është mendimi për hir të Abrahamit, ai shpëtoi vetëm Lotin dhe familjen e tij. Edhe gruaja, kur nëse e mbani mend historinë, Zoti tha largohuni nga Sodoma dhe ikni dhe vraponi, tha, dhe mos shikoni mbrapa. Kur ata ishin shumë larg, mendoj që ishte një faqe kodre, imagjinosu kur të shkoje këtej nga zona e Cakra, se këtu në Pojan që duket qyteti, edhe që Zoti qëllon nga qielli me topa squfuri të zjarrt. Dhe tha mos shikoni mbrapa.
Me siguri thanë që se do të shikoni do të vdisni. Edhe gruaja e Lotit kthehet mbrapa dhe kthehet në një shtyllë krike. Ndaj është shumë e rëndësishme pse është lutja, pse është këmbgulja e rëndësishme, pse është qëllimi i zemrës i rëndësishëm në lutjen tonë. Ne duhet të lutemi, o Zot të lutem më hiq nga situata që ndodhe, por ne nuk duhet të shikojmë më mbrapa kur lutem. Ne duhet të shikojmë vetëm përpara. Dhe imagjinojmë dhe të kërkojmë që të jemi sipas lutjes, jo të jetojmë me të kaluara. Mojsiu ndërmjetëson për popullin e Izraelit tek Eksodi kapitulli 33 vargjet 11 deri në 14. Elia u lut 7 herë që të bjerë shi tek e Parambretërit kapitulli 18 vargjet 41 deri në 45. Jeremia kapitulli 33 vargu 3 thot Perëndia i thot njerëzve nëpërmjet profetit Jeremia, më thirr dhe unë do të përgjigjem. Hape gojën, trokit, kërko, sepse unë do të vi. Pali tek Romakët kapitulli 8 vargjet 26 dhe 27, shpirti ndërmjetësohet me fsheretirun. Aty Pali thot, edhe kur lutemi, thot, fryma e shenjtë që është tek ne, pikërisht tek Romakët 8, fryma e shenjtë që është tek ne ndërmjetëson për pekat. Pra, le të themi, ja përkthen ose ja transmeton Perëndis, ja thot Perëndis në vetëm në gjuhë shpirtërore, që ne nuk mund ta shprehim dot. Psalmi 34 vargu 17 thot, të drejtët thërriten dhe Zoti dëgjon dhe i shpëton nga të gjitha mundet e tyre. Mësimet praktik që besoj që ishin të integruara edhe në mësimin ton, lutje me këmbgulje, zhvillo shpirtin e mesnatës, gatishmërinë të lutesh edhe kur ndihma nuk shihet menjëherë. Marrëdhënia jon ti je fëmia e Atit dhe Jezusi u sigurua që ta tregonte këtë nga vargu 11 deri në 13. Marrëdhënia jon me Perëndin është personale dhe familjare, jo me një forcë abstrakt. Kërko shpirtin e shenjtë. Lutja na çon drejt pranisë dhe mbushjes me shpirtin. Dhurata supreme e Atit qellor, ose dhurata përfundimtare. Çka ka ndonjë fjalë shqip, sinqerisht po e pyes, që mund ta themi ne që është siç është kjo përfundimtarja e plota. Kjo është e fundit, nuk ka tjetër, nuk mund të krahasosh diçka tjetër. Në anglisht është ultimate, domethënë që i ka të gjitha të përfshira. Në lutje pra, ose ne duhet të kemi në lutje tona pra, kemi zell, zgjuarsi dhe falënderi. 3 elementë të lutjes, zelli, këmbgulja, zgjuarsia shpirtërore dhe falënderimi i vazhdueshëm. Perëndia dëgjon, ai nuk është i largët, por pranë dhe i angazhuar me jetën tonë. Perëndia jep ose dhurimi i tij kalon çdo imagjinat njerëzor, kulminon në shpirtin e shenjtë, me frymën e shenjtë. Perëndia është Tati ynë, marrëdhënie e vërtet familjare, jo ritual i thot, jo si një epror dhe një vartës. Sepse nuk mund të quhet marrëdhënia familjare në këtë lloj forme. Pra edhe Perëndia në këtë lloj marrëdhënie na përfshin. Ati që ka fuqi të bëjë shumë më tepër se gjithçka që ne kërkojmë ose mendojmë. Le të jetë lavdi. Efesianët kapitulli 3 vargu 20 ne rifrazojmë këtë pjesë të vargut. Pra, ati Perëndis pra i përket nderi dhe lavdia. E mbyllim me 3 fjalë. Kërkoni, trokitni, pyesni. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh, dhe Zoti na bekoft, Zoti na dhan mençuri dhe zgjuarsi që gjithmonë
të bëjmë vullnetin e tij. Zoti ju bekoft. Kërkoni, trokisni, pyesni, se do t'ju hapet, do t'ju jepet përgjigje.